Gazetarja e njohur Sonila Meço shkruan se Tirana është mbushur plot me të huaj që kanë zvendësuar shqiptarët e larguar. Sipas saj tashmë Tirana është kthyer në një qytet i huaj për vetë ata shqiptar që jetojnë këtu. Fytyra e huaj e një shtëpie është shkrimi që ajo ka postuar në rrjetet sociale. Kur unë mblodhëm vonë në shtëpi pas një dite të gjatë në përzagushi, askush nuk ishte fuqi e nerv për një darkë të shëndetshme. Pica tham thuajse një kohshëm, e nuk kalua 20 minuta kur në celular një zë i ndrojtur më fliste me një shqipe të qalë. Erdha jam te adresa juaj. Dal të marrë porosin dhe shoh një djalë zeshkan që më zgjat pica dhe buzëqish me një faleminderit të ngatruar, bashkëtim gëllorësh. Kot ka dhe së cilës si gëlltiste me ulljen e zërit, e pyese nga është e më thot na India. E treta herë këtë javë, të hënën në mëngjes tek servisti teksa hyra të ndroj gomën e makinës, 5 djem indian më shërbyen me kujdes, shpejtësie pa fjalë. Sot në drejt e dyqani ku bëjnë ca bukë të mira thekre nga një çift shqiptarësh, më shërbeu një indian, që zëvendësonte shokun tjetër indian, që kishte ikur pa lajmëruar as agjensinë që e kishte sjellë në Tiranë. Në lagjen ton karrocat e fëmijëve, shpesh i shëtisin filipinaset, në ndërtim 2 lagje më tutje, gjenca djem bangladeshas që bëjnë punë hamalli. Dhe vetëm një baj friend nga indiani i qeti paqti but më riktheu në derën e shtëpisë në qytetin ku kam lindur, jam rritur e jam bërë nën. E për herë të parë shtëpia më ngjau, si një ishull i vogël në një det të panjohur, ku muret flasin gjuhën e kujtimeve të mia, por qyteti përreth flet një gjuhë tjetër, të ftohtë të importuar, që s'ka as rënj, as mall, as histori. Dhe nise më trishton një prania e të tjerëve por mungesa e të tanëve. Unë nuk jam raciste, kjo nuk është ksenofobi. Është trishtim për Tiranën që nuk po rritet, por Tiranën që po zëvendësohet, po zhduken zërat, lagjet, buzëqeshjet e njohura, po mbetet veç se kaosi dhe qiraja e shtrenjtë. Kur flas me ndonjë mik që më kujton se edhe shqiptarët janë pritur jashtë, ndaj duhet të mirëpresim emigrantët që vijnë tek ne, kam gjithnjë bindjen. Dhe kur ajo të pranoj se është një krahasim i rrem dhe shpesh hipokrit, sepse shqiptarët kur ikën në vitet 90 dhe me eksode të tjera më pas, nuk shkuan për të zvendësuar qytetarët vendas apo për të mbushur bëshllëqet e një sistemi të kalbur. Ata u përplasën me mure racizmi, me punë të rënda, me vite të tëra pa dokumente dhe u përshtatën ngadalë në përshoqëri që funksiononin, u integruan përmes ligjit, shkollës, gjuhës dhe sakrificës personale, nuk u përqafuan si zgjidhje për zbrazjen e vendeve ku emigruan, por u toleruan si sfidë, ndërsa Shqipëria nuk po i trajton sot emigrantët si sfidë për të menaxhuar denjësisht, por si zëvendësues me kosto të ulët për një brez që ka ikur, nuk po ndërton një sistem bashkëjetese, por një antimodel ku shqiptari largohet për pak të denj, ndërsa të huajt i jepet pak minimale për të mos folur, për të mos protestuar dhe për të mos kërkuar më shumë. Prandaj nuk është e njëjta gjë. Shqipëria sot nuk po ndihmon të tjerët, por po zvendëson vetveten, dhe kjo është shumë dramatike. Kur ndonjë i njohur i ratuar me punë shteti më thot se ky është zhvillim, i kërkoj të shoh në sy fëmijët e vetet apo huaj para tyre. Nuk janë këtu, më thot, nuk edukohen këtu. E sërish pa e fyer për hipokrizin i kujtoj se zhvillimi është kur njerëzit që ndërtuan këtë qytet jetojnë më mirë. Kjo e jona është zbrazje, është ndërim popullsie pa zhurmë, dhe se fëmijët e tij nuk i largojnë mërzia për mungesa e shpresës, dhe indianët, bangladeshasit, afrikanët që vinë në Shqipëri, nuk gjejnë këtu ëndrrën europiane, por një formë tjetër mbjetese. Zhvillimi i vërtet ndodh ku një vend ngre pagat, tërheq talentet, i jep dinjitet profesionit dhe krijon shtresë të mesme produktive. Shqipëria nuk u bën asnjërin prej këtyre. Shqipëria po eksporton rinin e vet dhe po importon skamje të huaj. Në vendet ku shqiptarët emigrojnë, punëtorët e huaj plotësojnë mungesat në sektor, në vlerë të shtuar në teknologji, ndërtim, kujdes shëndetësor. Në Shqipëri ata zvendësojnë punëtorët që janë detyruar të ikin për mbjetesë, për rroga që nuk sigurojnë jetë dhe jo në sektor prodhues. Është moderne të kesh punëtor të huaj në çdo cep të qytetit, më shkruan një e njohur, reatuar me projektet e shoqërisë civile, por hesht pasi i gjegjem se s'ka asgjë moderne në faktin që një vend i varfër me një shtresë të hollë oligarkësh po zvendëson njerëzit e vet, jo për zhvillim, por sepse nuk ka kushte shërbej. Rinia shqiptare nuk po ikën sepse nuk ka punë, po ikën sepse s'ka më kuptim, sepse puna këtu nuk t'i jep as dinjitet, as siguri, as të ardhme. Kurse Shqipëria zvendëson të rinj me krapune më të lira që nuk ankohen, nuk votojnë dhe nuk protestojnë. Kjo është Tirana kozmopolite pra mam, më thot vajza ime adoleshente, ndërsa që është me hutimin tim. Por i kthehem se e hutuara është ajo, ti thuash Tiranës kozmopolite sot sepse ka më shumë indian, filipinas dhe bangladeshas në punët e lodhshme, është një keq kuptim i thellë, sepse një qytet bëhet kozmopolit kur përthit kultura,
ide, dije, investime dhe ndërton bashkëjetesë mbi respekt të ndërsjellët dhe standarde të larta jetese, jo kur mbush bashllëkun e emigracionit të vet. Të jesh kozmopolit nuk do të thotë të largosh fëmijët e tu dhe të mbushësh sheshet me njerëz që nuk dinë ç'është ky vend, por kur ruan identitetin tënd dhe ja hap derën botës në mënyrë të barabartë. Në Tiranën kozmopolite të ditëve tona, shqiptari nuk përfaqësohet më, por zvendësohet, dhe ky nuk është globalizëm, por zbrazje organizuar. Për më tepër, kozmopolitizmi kërkon sistem, kulturë institucionale dhe standard social. Tirana nuk i ka këto, ka vetëm ndërtime, beton, pambarim dhe punë të paguara keq. E si mund të ndërtosh shtet o lum miku, mbi importin e varfërisë, ndërkohë që eksporton çdo ditë inteligjencën, forcën dhe shpresën e vendit tënd. Kur ju ktheva picës pas vërshimit të 1001 mendimeve, që ftohur, që bër bajate, një shije thartuar më pushtoi leringun, dhe çuditërisht nuk përtova të zgjej një vezë e të kripos një domate për darkë, ndoshta nga një frenim prej nënvetdijes si formë mbrojtjeje, ndaj një tjetër shpërndar si indian, që me shipe të sagatuar e pak minimale, do më uronte natën e mirë tek dera e shtëpisë në qytetin ku jam lindur, rritur e ku jam bërë. Dhe Tirana nuk ka ndryshuar se ka ardhur bota tek ne, ka ndryshuar sepse ne kemi ikur prej saj. Të huajt nuk janë problem, por boshllëku që i pret është, sepse qyteti nuk bëhet më i mirë kur mbushet me të panjohur, por kur ata që e ndërtuan ndjen ende pjesë e tij, dhe kjo ndjesi po shuhet qetësisht pa rezistencë çdo ditë. Një qytet nuk e gjen shpirtin tek ata që e mbushin përkohësisht, por tek ata që e kujtojnë si shtëpi dhe kur janë larg, dhe zgjedhin një ditë të kthehen për ta dashur sërish.